Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Personazhe në Fokus. Kjo është unë, sjell një personalitet tjetër, një njeri i thjesht me kontributet të mëdha në fushën e artit. Me mua sot, për të ndarë këtë episod të kësaj mbrëmje të shtune, është Zenel Dubaria. Zenel, faleminderit që je pjesë e emisionit Personazhe në Fokus dhe gjithçka për të rrëfyer në lidhje me këtë emision dhe me audiencën e televizionit Apollon. Faleminderit edhe juve, përshëndetje Apollonit edhe të gjithë teleshikuesve. Unë quhem Zenel Dubaria, lindur 8/9/1953 në Qerret të Lushnjës. Karrierën time si zanatçi e kam nisur në vitin 1968. Për të kaluar më pas të përvojmimi dhe problematikat dhe të gjithë historia jote, ne kemi një hyrje të shkurtër për të sjellur atë pjesë që ju keni pasur në rolin e një instrumentisti në moshë të vogël, në rolin e një valltari në moshë të vogël, pasi ju jeni një nga njerëzit e parë që keni kërcyer vallën dyshe muzeqare dhe vallën e Ngjallës, që sot janë të ruajtura nga shteti shqiptar, dhe për të treguar ato veprimtari, ato problematikat që ka sot këto valle, a ruhen apo s'ruhen. Pikërisht ne do ndalemi te figura e Zenel Dubares, një figurë që i ka kushtuar jetën artit, muzikës dhe vallës popullore shqiptare. Një emër i njohur për pasionin për kushtimin dhe kontributin e tij ndër vite në ruajtjen e traditës dhe folklorit shqiptar. Zenel Dubare, që në moshën 18 vjeçare, u bë pjesë e grupit Jeta e Re në Çiflik, për të vazhduar më pas në grupin folklorik të Fjersheganit në vitin 1978. Ai shkëlqeu në festivalin folklorik të Gjirokastrës me vallën e Ngjallës, duke u vlerësuar edhe me një çmim në atë festival. Për më shumë se 30 vite, ai ka qenë pjesë aktive e skenave shqiptare, duke kërcyer vallet e folkut shqiptar, sidomos ato të traditës muzeqare. Duke jetuar mes artit, mes muzikës, vallës dhe violinës, që sot vjen si një veteran që vazhdon të frymëzoj brezat të tërë. Zenel, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për ju, dhe pikërisht ne do kalojmë tek ajo pjesë që ti le pak më parë, pasioni juaj, jeta juaj, pikërisht ju e nisët, dhe pasi treguat atë pasionin e jetës në moshë të vogël, si lini dëshira e Zenel Dubares për të qenë pjesë e artit dhe folklorit të muzeqes, pasi origjina juaj vjen nga Korça e Largët. Po, nga Korça e Largët vim, po lindur edhe rritur këtu. Falë romëve që kemi pasur komshia afër këtu, një fshat i vogël prej 40 familjesh. Pikërisht ne jemi në Qerret të Lushnjës. Po. Të vendlinja jote përballë kemi edhe shtëpinë e vjetër që ju keni lidhur. Po, shtëpinë e vjetër këtu, edhe 500 metra nga shtëpia ime ka qenë fshati i romëve që përbesh nga të gjithë artistë. Pjesë familjes Kombëtetit Rom që ishin artista. Rom ishin të gjithë artista. Edhe këtu më lindi ideja që unë të bashkëpunoja me ndihmën edhe të prindërve, vinin në Rom të ke shtëpia, merreshin me artin ata dhe ju kishit pasionin pas tyre. Po, vinin këtu edhe nga dashuria e madhe arritëm me violinë. E mirë me violinën, bile e linte vllai i madh, kishte qef t'i binte, e linte, ne shkomi fshehur, e merrmi violinën, edhe unë, edhe vllai tjetër Xhaferi, të dy e merrmin edhe mësuam më shpejt. Mbas asaj shkova në Jetën e Re, më thirri. Në moshën 18 vjeçare ju jeni pjesë e grupit Jeta e Re, me emrin dhe sot aktualisht thirret gjithmonë Çiflik. Çiflik. Si e shikoni këtë pjesë? Si niset nga këtu ka përtuat një grup artistik? Më thirrën grupin artistik të Çiflikut zoti Rizan Ezha, një mësues me zemër për artin edhe kulturën. Ishte mbaroi shkollën e kulturës, edhe më mori në Jetën e Re, atje kemi bërë prova, vazhduam aktivitetet, shkomin
në gjithë fshatrat e Lushjës jepin koncerte. Si e dëshiruat ju telat e violinës? Pasi ju keni pas të ndjerin vllajën tuaj Xhaferrin, që është më i madh nga ju, dhe ka qenë dhe ai apasionuar dhe ka qenë një nga muzikantët ose figurat e zonës së Myzeqes, po veçanërisht Çiflikut Jeta e Re dhe Fjesheganit sot, që ishte pjesë aktive e këtij grupi. Pasioni ishte i madh. Lindi ideja që ne konkuromin vlla me vlla. Kush e kush të ecte më shpejt. Ai ishte më i madh, e kapi më mirë violinën. Po unë në atë kohë shkoja në shkollën e muzikës në Lushnjë me zotin Fotaq Filipeu në vitin 68, sa mbaroi klasën e 8 tu. Fotaq Filipeu ka qenë shefi muzikës në Lushnjë, që një muzikant shumë i apasionuar pas veglave muzikore. Aty kam mësuar shumë gjëra, mësova trompën t'i bija, mësova violinën, edhe vazhdova aktivitetin me... U bërë pjesë e ansambleve Doja po s'donte Zemeli, një njeri nga qerreti i Lushnjës, u bë pjesë e artit brenda kësaj zone dhe më pas filluan ato ecjet e hapave të para që ju zhvilluat në aktivitete jo vetëm në qytetin e Lushnjës, po edhe në festivalet që organizoheshin në atë kohë. Përveç kësaj, ju, masi ne bëm atë referimin tuaj fillimisht hyrjet e emisionit, keni filluar të kërceni dhe keni filluar pikërisht në një fshat të njësisë sot Fjesheganit, dikur ish kooperativë bujqësore, komunë më pas në Barbulli të Lushnjës. Si arritët të shkoni atje dhe kush ishte mësuesi ju i parë që ju filluat të hiqit hapat e para të kërcenit? Në vitin 1973, më lindi ideja në bashkëpunim me zotin Isnizela edhe dy koreograf, Agron Alia edhe një koreograf tjetër, erdhen, më takuan edhe i prezantova unë ke familja Dyl Topi. Dyl Topi ka qenë një valltar imagjinat e përkryer, do më thënë kërcimin që bënte ai në Vallën e Njalës edhe në Vallën Dyshe, në linte mbresa, që unë mua gjumi nuk më zinte, kur e merja veshin gjë tillë, edhe bas asaj kohe, u bëra mik me Dyl Topin. I shkoja, sa e që vinja atje i takoja, aman, më shpjego si zihet Njala. Ju ku e keni pikërisht për Vallën e Njalës? Po, për Vallën e Njalës. Ke Dyl Topi unë kam shohur Vallën e Njalës. Aty pasioni më i madh ishte imi atje të mësonja se si. Manovra se si bënte ai, unë nuk arrinja dot një i moshuar 75-80 vjeç, ai më mësonte mua që isha 18 vjeç, më mësonte mua me shkatësinë më të madhe që do Njala ta se nuk kapet kollaj Njala. Njala nuk kapet me rrjet. Jo, Njala kapet në dell, ku ka balt. Njala bën vendin edhe daljen, hyrin e daljen, që do ta shikosh me e vimi gishtin atje, që më mësonte ai edhe këtej edhe kapim Njalën brenda. E kapim edhe në mësonte si ta kapim. Pozicionin që e kapim kështu në Njalën, ishte e pamundur ta shpëtonte. Edhe kur ju gabonit në moment që ju filloni të shikoni kur ai kërcente apo merrshit pjesë atë që ai të bënte atë pjesën e lëvizjes, ju gabonit, çfarë thoshte? Gati sa na qortonte, jo thoshte, kështu, jo, Njala kapet kështu thoshte, edhe i çonte durt me një poshtë tak, e kapte Njalën edhe ta nxirte për momentin, për sekondash ta nxirte Njalën që edhe ne habiteshim. Edhe kur fillova me grupin, pasaj që filluam për kërcemin, deri në farë vende, hengën vretje, po ama u kënaq. Dyl Topi ka qenë një mësues për ne. Ju i parë, se Vallës Njalës. Një nga vallet që sot ruhet nga institucionet e shtetit, ajo dhe dyshja myzeqare. Pasi ju ishit pjesë e grupit Jeta e Re, si ka përtuat në grupin e Fjesheganit? Në vitin 1973, unë u lirova nga ushtria edhe kooperativat u bashkuan, Jeta e Re me Fjesheganin. Grupi jon, bashkëpunim, siç bashkëpunuan të gjithë ekonomitë, llogaritë, gjithë ato, edhe bashkëpunuam edhe me grupet, u bashkuam bashk, edhe kryuam Vallën e Fjesheganit, fillimisht, me në krye të ndjerin Izep Topi, nga Barbullinja dhe ky.
Ka lënë mbresa të mira. Figura që sot nuk jetojnë më. Në figurat që nuk jetojnë me, po ka lënë mbresa që unë e kam transportuar edhe ke niprit edhe mbesat e mia, që sot i kam në për festivale. Ke pjesë të fisit tënd, vazhdojnë të jenë pjesë e festivaleve artistike, jo vetëm në Lushe, po dhe ku organizoni jashtë shteteve? Po, edhe jashtë shtetit i kam. Tash i kam një mbesë nga Papunja, që ajo, ku bërë një këngë kemi bërë me Erlodine, unë kam kërcyer vallen dyshe muzikare grash, që janë habitur të gjithë, edhe i Erlodit më tha mua futu në qendër, tha, të kapi kamera mirë. Edhe që atëherë, ajo ishte një person që e kishte pasion vallen, edhe vazhdoj edhe... Mos ka të bëj kjo vall nga trashëgimia dhe gjaku i muzikës dhe... Shumë fare, shumë. Do thot që fisi komplekse ju vinë të pjesa e muzikës, ose të gacmimi i telave të violinës, dhe ju keni gacmimi telat e zemrës të pjesa e muzikës. Po. Erlodi, unë kam kërcyer vallen dyshe me vllajin tim, Gjaferin. Përveç kësaj që ju keni dhënë kontributin tuaj për vitesh dhe kapurtimi nga fshati jetare, grupit fshatit jetare në grupin e Fjesh Sheganit, keni qenë një njeri aktiv dhe shpesher keni dalë në skena. Keni diçka për të thënë për në vitin 1978, emocionet që përjetuat në festivalin e Gjirokastrës, që u meshit pjesë për herë të parë, besoj. Po, në 78. Tetën, po, festivali tret folklorik ka marrë pjesë me dajre. Ka qenë me orkestrën e Romëve të Lushnjës, Qifo Kiptiu, Qif Kiptiu. A i ka qenë pjesë e festivale në ato kohë në Gjirokastër? Po, Gjirokastër. Qif Kiptiu, Skënder Cerria, Kongres Ramazani, Zenedo Bare, me dajre, kemi fituar çmim në Gjirokastër, kemi vatur numrat e zgjedhjes shkollin në Tiranë, në Pallatin e Kulturës Tiranë, atje kemi dhe në koncert tjetër. Para asaj byroje politike. Po, para byros politike që më dridhshin gjunjtë e kisha Enver Hoxhën, megjithëse me çeon 6 metra larg. Edhe a ishte një privilegj në atë kohë? Po, ishte shumë privilegj që unë nuk arrinja dot, si ka mundësi thosha që të vete para kësaj të udhëheqje të bëj këtë. Po si u ndjet masi ju kthyet nga takimet dhe u promovuat në Gjirokastër dhe pas në Tiranë, dhe si u ndjet kur ju erdhët në fshatin tuaj të lindjes me banorët tuaj, si thosh Zenel, bravo të qoftë se kjo gjë ju na nderuat. Me të ardhur këtu, Kryesia e Kooperativës më emëroi përgjegjës i Vatrës Kulturës për 6 fshatrat në Kashtën e Bardhë. Kisha Kosovën, Çiflikun, Stanin, Dyqerretet edhe Biçakan, i kisha unë aty patronash, që të nxirrja, të aktivizonja element të rinj për valltar edhe këngëtar. Po, instrumentist. Pikërisht dhe ne përnej morëm spunto të sollum një personazh në fokus për të treguar atë realitetin e kohës, në ato kohë që ju ishit në një moshë të re dhe ishit aktiv të pjesa pavarësisht që ju kishit studiuar për muzikë me sa ju përmendët më lart personazhet që sot nuk jetojnë më, pjesa atyre, ashtu si ju ishit pjesë e një grupi ose bashkëfshatarëve tuaj, do ta thosha këtu në Qerret, që ishin të komunitetit të Rom, dhe ata ishin muzikanta dhe ju kishit dëshirën e madhe për të qenë pjesë e muzikës dhe mësuat telat e violinës tek ata apo darjen. Dhe sot dhe ato vite Zeneli i është marrë gjithkohësh me muzikën. Muzika është diçka që të del nga shpirti apo ka buruar nga shpirti jot për të qenë pjesë aktive? Po. U detyrova në atë kohë pasioni që mos ta mbanja vetëm për vete këtë lloj, po u detyrova, organizova në fshat në radhë parë djalin tim 6 vjeçar, edhe një djalë tjetër për valle dyshe. I mësova valle 3 brezash. Mund të shikoj foton? Patjetër që po ne do të shikojmë ato fotot, po jemi në vazhdimin të emisionit dhe normale ne do të diskutojmë lidhe me pjesën, sepse ne shumë na duhet fokusi i personazhit. Pastaj në fund ne do të diskutojmë të gjitha bashkë. Atëherë unë djalin tim, Fotion Dubare, edhe Elinor Daja, kanë ndenjur 2 muaj që i përgatita për në Gjirokastër. Çfarë viti ka qenë kjo? 88-ën. Djali im është i 82-shit, 6 vjeç.
6 vjeç A ishte vështirë të punoj me djalin tuaj? shumë e vështirë. Ishte se më zëmbroshe ai fëmia tjetër, më zëmbroshe dështetikte. Se unë i thrisja çonin tim që të gjonte ai. Mi po pasioni edhe ai se kse baban edhe ai valltar të mirë, edhe ai djali tjetër. Edhe më shoqëronte shumë ai Hajrodaja, më shoqëronte mua me gjithë fëmijën e vet që arritën qëllimit. Plus asaj edhe çun e vllajt tjetër Xhaferit, Eduardo Barën edhe Gertian Toshkallari, të dy edhe ata brezi ty 12 vjeçar. U bë 2 breza. Gertian Toshkallari, djali Fatmir Toshkallari, një nga klarinetistët më Një mirë nga të Zotit. klarinetistët që nuk u nda 4 festivaleve të Gjirokastërës, Vallën e Ngjallës edhe dyshen, Fatmir Toshkallari ka Për të panë me sa di në festivalin Gjirokastës ka qenë Dane Çela. qenë Dane Çela në Një nga vitin. instrumentistët nga Po, Babullin që nuk jeton më dhe homazh për atë, homazh dhe për Fatmir Toshkallari, Po, homazh dhe për zotin Myzeqari nga Mustafa Myzeqari nga Fshegani. ka qenë pjesëtar i Vallës Ngjallës. Janë njerëzit që i ka dhënë një kontribut të Shumë, fiksuar. Petrit Myzeqari, i vllai i tij, ka qenë defaxhiu i jon në Festival Gjirokastës, Vallës Ngjallës. Për të kaluar me pas tek ajo është pjesa e interpretimit tuaj. Ju shpesh keni interpretuar përveç Vallës Ngjallës që e ke filozofinë e vetës tënde masi mësuar nga mësuesit e tu të parë, ka qenë dhe pjesa e dyshës myzeqare. Si e shikoni sot këto dy valle që interpretohen nga grupet artistike apo nga grupet të ndryshme, a kanë këto një lëvizje koreografike ndryshe nga ato autoptonet e kohës së Vallës Ngjallës dhe dyshës myzeqare? Me keqardhje është ta them, me keqardhje shumë, që Valli e Dyshe ka devijuar nga rruga, edhe Valli e Ngjallës ka devijuar, që kur e lashun se fatkeqësia, çdo njeri ka një fatkeqësi, edhe mua më ndodhi një e papritur, një sëmundje e rëndë, shumë e rëndë që ja përballova në Itali. E arrita me Ju keni kaluar probleme me shëndetit dhe Me ju shëndetit. një shkëputur. Po u shkëputa, tash në vitet e fundit, edhe më vjen keq që kur shikoj Tallava, më vjen keq të them Vallës Dyshe Tallava, më vjen keq të them Vallës Ngjallës Tallava, nuk zihet Valli e Ngjallës me rrjet në kurrist. Ngjalla rrin në rrjet, nuk rrin në ujit, në ku ta kërkosh ti. Një, e dyta, nuk zihet Ngjalla me peshqir, Ngjalla zihet me dorë. Si të them tjetër, Valli e Dyshe, në asnjë mënyrë nuk arrihet ti thon, kur thonë këto gratë e myzeqes po rapaq, këshi, edhe ngrihen të Valli e Dyshe e bën kështu ai. Çfarë është kjo lëvizje? Ka 80 mënyra lëvizje, ka Valli e Dyshe myzeqare, po etnografia e Vallës Dyshe duhet kontrolluar mirë nga ekspertët. Mua më vjen keq që ku kam qenë Vallën e Tre Brezave në Gjirokastër, më kaluar në komision. Komisioni i kësaj përbesh nga 6 koreograf të qytet nga Tirana që aprovon Vallën e Dyshe. Nuk duhet të lëvizësh nga ajo pse në nivel mund ta ngresh Vallën e Dyshe në nivel se si ikën evoluon Me sa koha. kuptoj unë, zoti Dobare, ju keni të pjesa e këtyre koreografëve të sotshëm që kanë këto grupe folklorike dhe nuk interpretojnë vallet origjinale ashtu si ka qenë autoktone apo Nuk i interpretojnë origjinalen. Dalin nga origjinalja për pse i efekt, fusin element koreografike të ndryshe? futin element për efekt dasme. Për t'i bërë qefin atij dasmorit, për të hedhur lek, ai bën ca lëvizje që nuk i ka Valli e Dyshe, nuk i ka Valli e Ngjallës. Po ku ju i shikoni këto nga grupe artistike që interpretojnë në për festivale apo tapete të ku që bën aktivitete të ndryshme institucionet e bashkive, që ata krijojnë atë koreografi ndryshe si e keni kryesuar ju prej vitesh me radhë dhe jeni mësuar nga mësuesët paraardhës të juaj. Çfarë ndjeni? Ndjej një keqardhje të madhe. Shumë, edhe nga veshja, se nuk e përmenda, veshja, më vjen sa shirita të kuq në kokët. Çfarë është ai shiriti kuq që e vjen në kokët? Nuk e ka tradit myzeqari të vej shirita në kokët. Nuk e këpucët me xhufka. Çka këpucët e mia si janë këpucë Ju sot na keni ardhur me kostumin myzeqar. Lëkure, Se kënaqësi që unë të kisha. Po, lëkura, jashtë lëkurë lope e pregatitur ke Engas për higjeni, po engas për myzeqen, kjo lloj këpuce. Prandaj, ju bëj thirrje të gjithë muzikantëve, të gjithë atyre që merren këngëtarëve që merren me valle. që merren me valle.
A që mësojnë breza? Që ti jesh koreograf, unë s'kam dëgjuar deri më sot një koreograf që thotë që valle e dyshe nuk është koreografike. Po, valle e dyshe. Edhe një hap që hedh një njeri është koreografik, si e hedh hapin një person. Kënga është koreografi e ngritur në nivel, po si valle e njalës është ngritur, se nuk është se u zhytëm në gjollë, kapëm njale dhe dolëm atje. Ne Me sa kuptojnë, zotë Dubare, ju keni vretje për gjithë këta që merren me këtë pjesë? Po. Ju keni vretje edhe për këta që pranuan këtë valle të jetë pjesë pa pas elementet koreografik brenda? Po. Unë nuk e di, unë se ka vajt në UNESCO, unë më bëjqepi kur e mora vesh që valle e dyshe dhe njala do venë në UNESCO. Po, patjetër po. Po, unë po bëj kaq vite që kam udhëhequr vallen e njalës. Nuk ka mundësi që të dali valle e njalës të kërcej prifti nga Ardenica, apo tjetri, që thonë ka shekullore. Nuk është shekullore. 50 vjet kam që unë e kërcej unë. 50 vjet. Ai instrumenti, ai valltari që më ka mësuar mua, Dyl Topi, ishte 80 vjeç në atë kohë që më ka mësuar mua. Po ai e dinte që kur ishte djalë i ri si është njala. Edhe kërcej në përdasma për humanizëm familjare edhe për të dhënë në shumë ambientin një kënaqësi. Që ne jemi muzikërë dhe ditë kërcejnë këto dy valle tona tradicionale. Po. Se për kjo bëhet fjalë. Po, edhe unë bëhet qefi që është në UNESCO, po nuk më bëhet qefi që nuk të pëlqen mënyra e interpretimit nga grupet që janë në përdasma. Jo, kjo jo. Ta janë, ju thoni që nëse do të trashëgojmë diçka, do të trashëgojmë ashtu si është në realitet, dhe këtyre koreografe, ti me sa shikoj bën një kritikë që të ëmbël për t'i thënë që shiko, se kjo valle kërcehet kështu dhe ju nuk duhet ta devijoni këtë lloj kërcime për ta trashëguar në breza. Sa kuptoj unë, kjo është. Mo vjen keq se këtu nuk ka muzikeja, nuk ka koreograf të mirëfill që të kuptoj që kjo ka këto parime, kjo valle dyshe ka këto parime. Ka këtë të mirë, ka këtë të keqe. Këtu ka devijuar. Kur ju ishit pjesë e festivaleve në ato vitet para sistemit, kishit koreograf që ju nuk lejon të lëvizni të dilni nga originaliteti? Po, ishte komisioni nga Tirana, me 7 koreograf, po mos kalomin aty, nuk vinin Gjirokastër. Do vinin ata, do shikonin programin. Po sot si kalojnë? Sot nuk e di unë, sot kalohet hajde pim një kafe edhe që do ikim festival. Kjo është njësa me me e mbyllim këtu për mos të në mbrëmë më tej. Jo, ashtu. Ne me një emision dhe normale në personazhi fletë realitetin në shumë partezi si është vetë. Dhe prandaj dhe ne me ki zgjodhën të jemi pikërisht këtu në Qerret, tek familja juaj që ju jeni rritur këtu. Thashtë pak më lartë që ndodhin pikërisht në atë tokë kur ju keni hedhur hapat e para, keni mësuar telat e violinës nga njerëz, keni mësuar vallet në këtu në Muzike, pavarësisht se origjina juaj është nga Korça, nga Paris i vogël, që ne do t'i thoshim. 30 vite në sken. Çfarë kujton Zeneli nga këto 30 vite? Unë kujtoj që nuk jam 74, po më duket sikur jam 24. Kur marrë pjesë me aktivitetet e kulturës, edhe kur mësoj brezat, brez mas brezi, Nipra e Mbesa, që ecin, më shton ymrin, më shton jetën. Koreografia është shumë e dashur, po është shumë unë ku kam qenë e ëmbël për të bërë interpretimin. Po, në kursin koreografisë, personat duhet të di një valltar, duhet të di 4 stinët e vallës, duhet të di një tropojane, duhet të di vallën e Osmantakës, duhet të di vallën Devollice, edhe vallën e Rajcës. Do të lidhe me koreografinë muzikale? Po, unë për shembull kam mësuar vallë dyshe atit Devollicës në Korçë. Ai më ka mësuar Devollicën mua. Në Tropoj kam mësuar vallën Tropojës unë. Unë i di të gjitha vallet e muzikës, e të Shqipërisë, të muzikës, të gjitha trevave. Unë i di pse në konkurs që bëmin atje, këte kishim në pikësinim, të jepim, të mësonin nga ata dhe të mësonin ata nga ne.
ndonjëherë ku je ulur në tavolina familjare, apo tavolina me shoqërinë tënde, apo sot ju jetoni në shtetin italian, ka miqë dhe shok që i thojnë Zenel, bodh më se vate në një moshë dhe s'du të kërcesh më dhe s'du të ndjesh më me muzikën, që ti të njitesh mbas grupeve artistike, si ndjehet Zeneli? Në asnjë mënyrë. Mua më thonë bravo sa herë që shikojnë ke Apolloni, që Apolloni nxjerr gjithmonë këto koncertet që kemi dhënë ne, edhe në Itali, edhe në Amerikë, edhe në Angli që kam gocën, e shikon Apollonin edhe thonë bravo, bravo, domethënë fjalët janë më të mira. Përveç vallëzimit, ju shpesh jeni lidhur ngushtë, pak më lart me folën, me violinën. Çfarë të pëlqen kjo veç muzikore, ky instrument? Violina është nëna e muzikës. Violina është gruaja e klarinetës. Një shprehje shumë e bukur kjo. Se kam dëgjuar ndonjëherë këtë. Drejt e parë, kur vimi në përdasma, i binte klarinetës ai violina, nga mrapa. Qa keja bente ai me klarinet. Do vish apo jo, thoshte gruaja. Domethënë violina. Në mënyrën e interpretimit. Interpretimit grua burr. Violina me klarinetën. Ka qenë kjo mos e shpreh parë që po e shpreh, po ka qenë shumë e vjetër. Se një thënie shumë e bukur dhe mua më bëri përshtypje për ne po të shikoj sepse si kisha dëgjuar asnjëherë shumë e vjetër kjo. Edhe pikërisht e dëgjoj nga goja juaj, pa si ju shumë vite i keni rënë instrumentit violinës bashkë me të vllajën edhe. Po. Biles të ndjerin Gjaferi Dubaja, ka qenë kemi bërë një intervistë para ca kohe në një aktivitet që ka qenë në Lushnjë. Ishte në gjendje të shëndetësore jo të mirë, dhe unë shkëputa një intervistë atij dhe besoj se ai do të mbetet i gjallë në ato telat e violinës që ato intervistë të shkurtër që unë shkëputa dikur, dhe homazh për këtë një njerëz që gjithkohës ka qenë pjesë e grupit Pierre Sheganit për me instrumentat e tij dhe po dhe të vallës besoj. Ka qenë një ndonjë gjë. Për të kaluar te një pyetje tjetër. Si ndryshon folku shqiptar nga koha që ju nisët atë pjesë të kërcimeve, atë pjesë të notave të muzikore me folkun aktualisht pas viteve 90? Thuan të gjithë që ka evoluar koha, do ikim me kohën, po pa dal nga baza. Do evoloj koha, po baza është baza, valles muzikare nuk mund t'i futësh vallen çame. Nuk mund t'i futësh vallen Devolice brenda, që të këmbesh me janë të ndara me grupe. Ai Devollit ku kërcen vallen Devolice nuk ka asnjë lloj pjese të muzikës, po e ka atje të përqendruar. Edhe muzikëja këtë e ka. Ti përqendrohet vallet që ka muzikare, valle Grash, shkon pa jam e lumit, valle Dyshe me gisht që kërcehet Grash, janë të tabanit të muzikës. Edhe valle Ngjallës që u fut në UNESCO, mua më bëhet qefi shumë se e shkruar në trashëgimin kulturore. Po, 4 festivale e kanë drejtuar, kanë qenë solisti i Valles Ngjallës. 4 festivale. Nuk ka qenë një tjetër, një grup tjetër që të dali, që ore bëm ne vetëm festival me Vallen e Ngjallës. Janë 4 rrethe, Ballçi, Fieri, Lushnja edhe Divjaka, kemi qenë një grup. Kohët e fundit tashi. Faktikisht e përfaqësonte në ato vite mirësisht dhe fatkeqësisht sot që e përfaqësonte Lushnja gjithmonë? Lushnja ka përfaqësuar çatëherë kur ishte veç, edhe kur u bashkoi me Fierin, se kam qenë 2 festivale me Fierin. Kupën e kam marrë me grupin e Fierit. Bënim prova në Fier, shkonim atje. Edhe Lushnjari me kupën e festivalit? Mora kupën e festivalit për Vallen e Ngjallës. Për Vallen e Ngjallës. Edhe ama kam kërcyer ashtu si donja unë. I hoqa këpucët, i hoqa gjithë e lueta me këpucë, me bojtë zezë këpucë e kemë, që kur isha në lucët, në baltët. Edhe kem kërcyer, kisha ngjallat të gjalla, i mbanja këtu, që që gjepin e këtë, mbanja ngjallet, sa kurioziteti ishte i madh, kur ngjalla ishte i gjalla e re, edhe lëviste me erdhi ke qafa me zi, kur ishte pozicioni që do kapja ngjallën, e shkunja kështu që të më zbriti, po që e kapa. Ishte një gjë e veçantë kjo. Shumë e veçantë kjo. Kur e fusja në fishnjar, pasaj që e ngrita ngjallën lart, u habit të në gjithë skena se nuk e na e nxori ngjallën. Na e nxori ngjallën. Shumë e veçantë. Plus kësaj në vitin 2000
mbaruam në Gjirokastër, morëm kupën, morëm 5 milion lek moneda, morëm 5 milion lek, i ndava me shokët, u ngellëm të kënaqur, kemi organizuar pastaj që ju kthyem andej, të gjithë, e thirrëm edhe zotin Yusni Zela, se ishte komision në Gjirokastër bashkë me ata koreograf tjerë, na ndihmoi Yusni Zela, na dha përkraje, na dha gjëra sa arritëm ne që me atë durimin ton arritëm fituam kupën. Edhe kupën në vitin 2000 e kemi çuar edhe në Tiranë, vajte u bë fest folku në Tiranë, dham fest folku nga numrat e zgjedhur më të mirë u zgjodh Valli i Njalës. Përsëri Njala në Tiranë. Përsëri Njala në Tiranë. Aman, tha Yusni Zela, thashun, jo, ty do ta jap Njalën prap. E kisha marrë Njalën e gjallë, ja dha asistiot. Jo, një bukuri shumë e çantë, sepse fantazia në të kërcim, koreografia në të kërcyer, mënyra e interpretimit është ajo që i bën njerëzit të tërheq pas vetës për të marrë pjesën e bukurisë. Kanë qenë shokët të grupit, kanë qenë shumë të pasionuar. Mustafa Muzikçarin që kam pasur unë atje, që nuk jeton më, ka qenë një nga vallëtarët më në krah timin. Ka qenë mas meje, ka qenë Mustafa Muzikçari, ka qenë Ali Mema, që nuk jeton më, vallëtar i shkëlqyer. Ka qenë Jagron Shami nga Krutja, e kisha unë aty në Vallet, shumë i mirë. Sako Murati me Koshin në fund fare, që bënte interpretimin e saj që bëjmë në rrethimin e Njalës, që e rrethomin Sako me Kosh, shumë vallëtar i shquar, vallëtar i mirë. Edhe plus shokëve tjerë pas e ki. Ju si veteran i grupit saj Sarkohet, Jeta e Re Çiflik, pastaj grupit Fjersheganit, çfarë do të përcjellit sot brezave të rinj për të ruajtur këtë traditë të vjetër dhe për ta mbajtur gjallë këto dy valle që janë sot trashëgimi kulturore? I bëj thirrje të gjithë atyre drejtuesave që me pasionin që kanë, të mos e ndajnë vallen Dyshe edhe vallen e Njalës. Unë kam qenë 2 herë në Fier dhe do shkoj prap këto ditë që vi që nga Italia, Kastile, kam një nip çunin e çunit e gocës. A emër ky djali? Po, ka. Mund ta thuash? Gjyshi. Gjyshi se gjendet s'ka gjë. Po 7 kam vetëm. 7 edhe 7 ata nipër dhe mesa. Ai sot vazhdon bën vallen Dyshe, Muzikçare me koreografin e Fierit në shtëpinë e kulturës. Me pritërin qendrën kulturore fëmijëve. Po. Edhe vallen e Njalës. Më bëhet qefi se kam marr hutjet. Dipqa, kërcen vallen e Njalës pas gjajtur gjyshit. Po, më shikon edhe lëvizja që bënja kështu unë atje kur e shoh Njalën, edhe ai po ta shikoj atje unë shkrihet që kur e shikoj në prova që kokën kështu e bën. Kështu ka bërë gjyshi po. Kështu ka bërë gjyshi kur ka shkruar Njalën. Do thotë që ti elementin tënd të trashëgimisë në të kërcyer e ke trashëguar edhe të nipër dhe tani. Po. Dhe i bie familja e gjithë muzikantësh dhe valltarësh. Valltar, po. Pasioni ky është, po jo vetëm ata, unë kam praktikuar edhe shumë njerëz tjerë, kam praktikuar edhe vallen e vajzave që kanë atë mesën që kam tash është larguar, është në Gjermani, që është njesh, ka qenë vallëtare e mirë me ensamblin e Vaqezelar Fjersheganit. Ka qenë e para. Ku i runi këto kostumet popullore, Zenel? Që kur jam marrë me aktivitetin që në vitin 1968, këto kam... Këto janë pandëruar? Pandëruar. Kemi gjeni, i kemi marrë, këto i kam punuar vetë gruaja, këto dorezat, se kishim edhe doreza që ande kishe, po i kam bërë vetë, edhe të gjitha robet kam 2 palë robe, kam edhe të fëmijëve, kam 2 palë robe të fëmijëve, të vegjit, që i ruaj. Zenel, pak nga pak ne po na vjen fundi, dhe para nëse ta mbyllim duke thënur gjithçka që ju mendoni keni thënur ashtu si ju i veti dini, duhet më lini një mesazh të fortë për të gjithë ata që merren me vallen, sidomos me 2 vallet autoktone muzikare dhe të trashëguar në breza, Vallja e Dyshës dhe Vallja e Njalës. Keni diçka më për të thënë? Kam për të thënë këtë, që të kenë durim, të kenë pasion, të shikojnë vallëtarët që kanë hyrë më përpara në UNESCO nga ne, të shikojnë vallen e Osman Takës,
të shikoj vallën e Devollit, të shikoj vallën e Rajcës, asajt, të shikoj vallën e Tropojës, si kërcehen, nuk janë strikte valle që ke qef të shikosh. Mua mbet qefi që të shikoj edhe unë një valle të Myzeqesh, jo se ka valltar shumë të mirë, edhe janë shumë të mirë, edhe kërcejnë. Po donë qik... Element të bukur të koreografisë. Dhe për të ruajtur. Do të ruajtur qik nga ana koreografike valle dyshe. Ore ta shtrosh dorën, ai dyl topi më thoshte mua, o Zenel be dorën kështu, thoshte, do me kënaqesh me tokën se ishe ngrorë toka për të mbjell, edhe e bënde kështu. Se ka një domethënie të madhe valle dyshe, përgatitesh toka për të mbjell edhe kondollohet. Pse bëhet një këmbë këtej që mos është... Ku këmba godet tokën, mirësia hynore godet shpirtin. Po, edhe lëvizja që bën, çdo lëvizje ka e lidhur me tokën, në vallën dyshe. Edhe kur kënaqesh me tokën që e vet dorën atje ke toka, thot është bërë toka për të mbjell. Kishe diçka të thënë për grupin folklorik të Sheganit? Keni qenë pjesë gjithë të saj? Të kenë kurajon, mos ta lënë vallën, ta vazhdojnë, po se të marrë një mendim nga unë nuk është keq, që mos dalin nga shinat, mos marrin rrjetat të ikin për peshk, edhe të thuan vallenjalës. Zenel, ishte kënaqësi të dëgjonim historinë e një jete tërë të kushtuar në artin dhe traditës. Mbetesh një simbol, një shembull i gjallë i përkushtimit dhe dashurisë për kulturën shqiptare. Një urë lidhse mes brezave që ruan dhe përcjell vlerat më të çmuara të këngës, valles dhe traditës së Myzeqes. Të dashur miq, ju falenderoj që ishit pjesë e kësaj dite në emisionin Personazhe në Fokus. Miru takofshim në emisionet e ardhshme me një tjetër personazh në një puntat tjetër duke sjellur realitetin e personazheve ashtu në bardhëzi. Me mua dhe Zenel Dubare nga Qerreti i Lushnjës ju përshëndesim dhe u themi së bashku miru pafshim. Miru pafshim.